Mbrëmja e sejntes ishte kritike për Novoselën, pavarësisht se nga Memaliaj dhe Përmeti po vinin lajme të mira për uljen e nivelit. Autoritetet ishin në teren për monitorimin e situatës, bashk edhe mjetet lundruese për evakuimet. Në gatishmëri të plot ishte edhe qendra lëvizëse e emergjencave civile që monitoronte nga ajri ndryshimet e Vjosës. Policia kishte vendosur kordonin dhe ndalonte hyrje në afërsi të banesit pranë tregut. Mjetet e rënda u angazhuan për të mbushur me inerte zonën pranë tregut, me qëllim që ujë të mos vërshonte në fshat. Në teren ishin drejtues të institucioneve, mes tyre kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, kryetarja Bashkisë Brunilda Mersini, drejtori i Policisë së Qarkut Elidon Çela, apo edhe deputet. Kryetarja Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, nënkuroi që lajmin e mirë të uljes së nivelit të Vjosës ta konfirmonte për televizionin 6+1 Vlora, qysh mbrëmjen e sejntes. Më në fund, nga Novosela kemi lajm të mirë, sepse sasia e reshjeve është duke ulur ndjeshëm dhe prurja e ujit në Novosel ka rënje. Kjo do të thotë që të qetësoj situatën në orët në vazhdim. Mersini u referua edhe një situatë të pritshme në qytet në orët në vazhdim, duke u bërë thirrje qytetarëve. Jeta njerëzore është në fokus të gjithë bashkëpunimit të gjithë strukturave dhe ne paralajmërojmë qytetarët të mos rinë në orë të gjata jashtë shtëpive. Lajmërojmë gjithashtu që infrastruktura publike dhe infrastruktura private duhet të ketë vëmendje. Pra, do të thotë që të gjitha strukturat metalike të reklamave, vazët e luleve dhe çfarë do tjetër objekti që mund të jetë lëvizshëm nga era të jetë në fokus të qytetarëve. Dhe të moshuarit apo fëmijët të evitojnë daljen nga shtëpia pa arsye apo qëndrimin në një ambient të hapur. Për çdo problem tuaj, strukturat e bashkisë, strukturat e policisë, emergjencat kanë afishuar në faqet dhe rrjetet sociale numrat për çdo thirrje drejt nesh. Edhe drejtori i Policisë së Qarkut të Vlorës, Elidon Çela, ka kërkuar bashkëpunimin qytetar në rastet e situatave të emergjencave. Kërkoj qytetarëve që të bashkëpunojnë me strukturat e emergjencave civile dhe të policisë shtetit dhe për çdo nevojë apo emergjencë të kontaktojnë numrin 112, numrin e emergjencës pa pagesë.